grup të strukturuar kriminal, fillimisht e dërguan Janin te një deputet atje, vajtën 2 deputet Saliut, tek deputeti Janinës, dhe fillimisht sajuan nëpërmjet tija një shkrim në një gazet kryesore të Greqisë, ku hidhte këtë falsifikim se Gjoja Irena Gjokos ishte ndaluar hyrja në Greqi dhe ishte dënuar për falsifikim dokumentit pasaportës Gjoja Andeja. Ai shkrim u botua, po kur Irena Gjoka, domethënë, paralajmëroi dhe filloi ngriti padin kundër asaj gazete, menjëherë ata e hoqën edhe në portalit tyre e tjera dhe e panë dhe vetë që ishte një shpifje. Por këtë shpifje faktikisht nuk e lanë pa e çuar deri në fund Berisha, si kryetari i kësaj organizate kriminale këtu në Shqipëri, si një krye terrorist, domethënë, që është dhe tani e ka dhe këtë damk se drejton një Hamas këtu në Shqipëri, bëri me vete, sepse s'kishte si të realizon dhe vetë, edhe një krye terrorist tjetër që kryeson organizatën Mavi në Greqi, një organizatë terroriste, fashiste, dhe që edhe vetë Greqia, domethënë, atë e ka shpallur si organizatë, domethënë, armike edhe si një organizatë non grata në Greqi, pra nëpërmjet Fredi Belerit, të cilët arritën deri aty sa në gjykatën e Janinës të falsifikojnë një proces gjyqësor, edhe mirë po nuk e falsifikuan dot plotësisht, sepse dosja le gjurmë, edhe Gjoja sigurisht dënuar Irena Gjoka. Herdhën të gjitha llojet e përgjigjeve në të gjitha institucionet e Greqisë, nga ato të lartat, siç që Ministria e Drejtësisë, madje edhe shërbimi i fshet grek, dhe i sollën të gjitha të dhenat në Shqipëri, të gjithë organeve, nga Ministria e Drejtësisë e Shqipërisë, Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë Prokurorisë Përgjithshme e të tjera, që kemi të bëjmë me një person që nuk mund të konsiderohet e dënuar, nuk ka një proces ligjor të rregullt në Greqi kundër saj, dhe si rrjedhoi e këtyre hetimeve, tashmë SPAK e ka bërë kërkesë për gjykatën e shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, që të pushohet çështja, domethënë deklarohet e pafajshme Irena Gjoka, sikurse de facto është e pafajshme. Kjo çështje ka shkuar në gjykatën e shkallës parë dhe aty si palë, domethënë vetë prokurori, është i detyruar të vejë prokurori i çështjes që ka mbyllur çështjen, por vetë edhe kallëzuesi, kush ka bërë kallëzimin. Dhe këta na si përfaqësuese të kallëzuesit, të Sali Berishës, domethënë me bandën e tij, ka quar Adriana Kalan.